Atë që nuk e realizuan me vite as qeveritë më pashme dhe as kjo aktuale, po e nis komuna e Tetovës, me iniciativë të kryetarit të komunës së Tetovës, Bilal Kasami, janë ndarë mjete për ndërtimin e qarkorës mbi fshatin Shipkovic, që konsiderohet hapi i parë drejt realizimit të rrugës Tetov-Prizren. Kasami njoftoi se tashmë është përzgjedhur operatori dhe ka nisur punimet në terren. Bëhet fjalë për një projekt që është pjesë e segmentit po rrugës Tetov-Prizren, më konkretisht për qarkoren në fshatin Shipkovic, ku komuna e Tetovës kanë ndarë mjete, edhe në bazë të procedurave të tenderimit është përzgjedhur operator i cili do të bëj depërtimin apo punë përgatitore për depërtimin e rrugës dhe projektimin e të njëjtës. Kjo është pjesë e segmentit Tetov-Prizren, qarkoria mbi fshatin Shipkovic. Sipas Kasamit, segmenti i parë i rrugës Tetov-Prizren do të lidhet me rrugën rajonale Tetov-Kodra e Diellit, ku do të fillojë ndërtimi i qarkorës mbi Shipkovic deri në dalje të fshatit, ndërsa pjesa tjetër do të shfrytëzojë tracen ekzistuese me ndërhyrje për zgjerim. Do të jetë nga rruga Tetov-Kodra e Diellit, kthesa mbi Shipkovic që është, deri në dalje të Shipkovicës, më konkretisht lumi që është ndalje të Shipkovicës ura që është aty, më thonë, në atë pjesa në ndej të urës dhe dalë. Edhe pastaj pjesa tjetër e rrugës Tetov-Prizren do të jetë traseja e rrugës ekzistuese, vetëm do të bëhet zgjerimit njëjtë. Punimet kanë filluar në terren. Informatat që i kemi kanë filluar në terren, është bëj identifikimi i trasës dhe do të vazhdojnë punimet në depërtimin e të njëjtës. Ndërkohë në pjesën e Kosovës punimet për rrugën Tetov-Prizren tashmë kanë nisur. Qeveria e Kosovës deri më tani ka ndarë rreth 2 milion euro për projektin. Projekti parasheh edhe ndërtimin e një tuneli rreth 6.4 kilometra, i cili pritet të realizohet me bashkëfinancim nga qeveria e Maqedonisë së Veriut dhe ajo e Kosovës. Kostoja totale e projektit vlerësohet rreth 200 milion euro.